Kristian Shpendi po përjeton një tjetër sezon prej protagonisti në Serinë B me fanellën e Cezanës, pasi është ai njeriu gol i klubit i cili po lufton për kthimin në Serinë A. I intervistuar para një aktiviteti në Itali, Shpendi ka folur rreth startit të këtij sezoni, por ka insistuar se parsore ishte mbijetesa. Një sezon i bukur për ne të Cezanës, ishim një skuadër e sapo ngjitur, por kemi bërë një kampionat të bukur, edhe këtë vit e kemi nisur mirë, dje kemi bërë një fitore të bukur para tifozëve tanë, po shkon gjithçka mirë, shpresojmë të vazhdoj kështu. Objektivi primar mbetet të sigurojmë mbijetesën, pastaj të shohim se çfarë do të arrijmë të sigurojmë tjetër. Zërat për një transferim të Fiorentina, nuk di të them nëse ka pasur diçka, nuk e kam bërë asnjëherë këtë diskutim me menaxherin tim dhe kam qenë gjithmonë i përqendruar te Cezana, padyshim disa zëra të tillë të kënaqin. Objektivi im është të ndihmoj Cezanën dhe të shënoj sa më shumë gola që të jetë mundur, tha sulmuesi i cili ka tundur 5 herë rrjetën në kampionat në sezonin aktual. Steven Shpendi ka filluar të bëhet protagonist në këtë edicion në Serinë B me fanellën e Empolit. Sulmuesi shqiptar po shënon me rregullsi duke rënë në sy po aq sa vëllai i tij Kristian, i cili ishte një nga emrat më të njohur të edicionit të kaluar. Në një intervistë dhënë për Radio Lady, sulmuesi i cili i shënoi Venecias në javën e fundit në kampionat, ka zbuluar se si po e përjeton këtë sezon të ri, sfidën në distancë me vëllain e tij dhe disa bestytni të veçanta para ndeshjeve. Venecia është padyshim një nga ekipet më të përgatitura për të fituar kampionatin. Ishte një ndeshje shumë e vështirë edhe sepse kishim pak kohë për të përgatitur në drejtimin e trajnerit të ri, por ne bëm një performancë të mirë në fushë dhe ky barazim ishte shumë i rëndësishëm. Jam shumë i lumtur që e kam ndihmuar ekipin me golin tim. Jam pak i zgënjur për rastin e parë që pata në minutën e parë, sepse do të kishte qenë më e lehtë të shënoja, por jam i lumtur që e barazova rezultatin. Tani po luaj si sulmues dhe përpiqem gjithmonë të besoj në çdo top, madje edhe në rikuperime. Një sulmues i fortë duhet të besojë gjithmonë. Jam gati të shfrytëzoj çdo gabim të mbrojtësit ose top të lirë, sepse aty shënohen golat. Për një sulmues, shënimi është i rëndësishëm. Natyrisht puna për ekipin vjen e para, por golat ndihmojnë në fitore dhe bëjnë diferencën. Statistikat kanë rëndësi dhe një sulmues jeton për këtë. Çfarë ndjej pas një goli? Vetëm gëzim. Festoj si të ndjej pa menduar për të. Nuk kam një festim të caktuar, por ndoshta duhet ta studioj një, tha fillimisht Shpendi. Më pas ai u ndal dhe te raporti i tij me vëllain Kristian dhe dëshirën që ka për të veshur fanellën kuqezi si ai. Është një qëllim personal i imi, një ëndër. Vëllai im është thirrur tashmë dhe ka luajtur një miqësore me ekipin kombëtar të rriturve. Do të doja shumë të ndiqja hapat e tij. Kam një lidhje shumë të fortë me familjen time. Flasim çdo ditë, sa herë që munden vinë të më vizitojnë, më japin shumë forcë, si mua ashtu edhe vëllait tim. Me Kristianin e vërtet mbështesim njëri tjetrin. Nuk ka xhelozi, vetëm dëshirë për ta parë njëri tjetrin të shkojë gjithnjë më tej. Kur thoshin se njëri ishte më i fortë se tjetri, kjo na inkurajonte të jepnim më shumë. Gjithmonë e kemi shtyrë njëri tjetrin të përmirësohemi. A është e vërtet që e futa në futboll kur ishim fëmijë? Po, babai im gjithmonë flet për këtë. Gjithmonë kam dashur të shkoja në fushë, por ai jo. Në fund e bindëm dhe tani ja ku jemi, të dy futbollistë. Këtë sezon do të doja të arrija shifra 2 shifrore. Ky është qëllimi im si sulmues dhe pastaj do të shohim sfidën me vëllain tim. Ai gjuan penallti, por unë nuk i numëroj ato, theksoi sulmuesi i cili më pas zbuloi dhe një sekret për mënyrën se si i përgatit ndeshjet. Ritual supersticios para ndeshjes? Po, një e kam, por nuk ja them kurrë askujt, por gjithmonë dëgjoj muzikë të Shqipërisë së Veriut, muzikën e babait tim. Më emocionon shumë para se të hyj në fushë, tregoi sulmuesi shqiptar.